Në thash, na jemi përpos që emisioni ka karakter informativ, ka karakter argëtus, sensibilizus, ka edhe karakter edukativ. Të më thonë, na dëshrojmë me vlera edukative që sjell sporti, me përqu edhe një mesazh. Tash nuk e di kur e ka dhonë këtë deklarat. Mbram. Nëse ka dhonë mbram, unë mas pari dëshroj me thonë që bërja e Shqiponjës nuk është vetëm një gjest. Bërja e Shqiponjës është historia jonë, është sakrifica jonë, është identiteti jonë, janë burgosjet tona, vuajtjet tona. Vuajtjet tona, të cilët i ka përjetu edhe Gjaka, edhe Shaqiri, besoj edhe Behram. Dhe bërja e Shqiponjës, thash, është rezistencë shekullore për liri. Prandaj, nuk deklarata nëse është dënë mbram, se po të kishë qenë me dije nuk e kishë leju, unë mendoj se është shumë gabim, sepse nëse nuk e njeh historinë, atëherë duhet Valoni, i cili është një djalosh fantastik, unë e njoh edhe prind, duhet me ja bo me dije se bërja e Shqiponjës thash është shenjë i identitetit tonë. Kjo është para se gjithësh. Dhe i thash sakrificat, burgosjet të cilët kanë përjetu shqiptarët identifikohen me këtë simbol dhe ky simbol nuk është provokus për asnjënin. Dhe të gjithë ata që dëshirojnë me respektu njën tjetrin, ky simbol nuk është as provokim për asnjë shtet, asnjë komb, asnjë kombësi. Mendon që ka thënë konotacion negativ? Dhe unë po mendoj që ky simbol është simbol